Ngone në koment. Një biografi që ndosht ai që do ta udhëheq popullin e Kosovës. Nuk mund t'i besojmë Bedri Hamzës derisa Bedri Hamza nuk distancohet nga politika e Deli Hamzës. Babës së vet, isini ka qenë varimin e Aleksandr Rankovićit dhe ka hap Tier Mitrovic pamje të vinë për ngushtim për që ka vdek Rankovići. Pra këto narrativa duhet që kupton edhe vetëm të atje për dëkës. Një biografi që ndosht ai që do ta udhëheq popullin e Kosovës. Nuk mund t'i besojmë Bedri Hamzës derisa Bedri Hamza nuk distancohet nga politika e Deli Hamzës. Babës së vet, isini ka qenë varimin e Aleksandr Rankovićit dhe ka hap Tier Mitrovic pamje të vinë për ngushtim për që ka vdek Rankovići. Pra këto narrativa duhet që kupton edhe vetëm të atje për dëkës. Opozit, inshallah nuk është e vërtet, se në koftë e vërtet, nuk e di çfarë mesazhi mundi me shkru tash, se jo shumë herë vini akuzani jo po ky shpione, jo po ky udbashe, jo po ky me Serbien e me Greqien, veç une për veti nuk jam konë bërëm Trankovićit, a jo kryetari juaj të Kokakon, që është e vërtet si pas këtina që po thet në video, po ky me siguri ka fakte që ka dalë me thonë hapta, se nuk mundet me dal njeri me thonë veç ashtu hajt. Ky me emën e me mbjemën të Koka, ky eroni që ka dal ka thonë haptas, edhe të pane pas ka qelë për me shku me ngushlu këta për Rankovići, se tash logarete. Edhe për e bajt falja juve opozitës, tash a kini nejt koment me thonë që ka dëni me thonë për këtë par video, se për stafetën e Titos që ka bajt Bedria, ato din këtë Kosova, është me dokument, me fotografi, me gazet, me krejt. Unë e di që ju thoni, ja, për nuk ka kone vërtet. Krejt këtu, unë e di, i kuptoj, a din. Ju nuk s'moni me pranu, po këtu e në vërteta. Ama me shtatë fundit, tash, nuk e di, se ju i një edhe patriotat më dhaj. A keni me mujt me votu Bedrien tash, në zgjedhjet e ardhshme, kur e dini që pas ka qele atë pane për Rankovićin. Që to s'pa muj me kuptu, se që që keni zemën patriota, që që një patriotat mëdhaj e dëni shumë Kosovën, unë nuk besoj që këta PDK-s, antarët e PDK-s e votojnë tash Bedri Hamzën për kryetar, se kur je patriot, ke kushke, nuk e voton. Hajde na vetë vendosës, se për na thoni na jena budal pa shkoll, na votojnë Albinin. Ama ju që jeni patriotat PDK-s me shkoll, qysh do ta votoni tash Bedri Hamzën? Që tonës po kuptoj. Po inshallah nuk e votoni, e bani zemën guri, thoni ja, nuk e votoj. Se në qëse i merë 20% Bedria, patriot laku i juj shkën hëq, adin se s'munësh edhe me konë patriot, edhe me votu një kandidat për kërministër që kanë qenë të pone për Rankovićin, unë krejt i kuptoj, ama që tonë patriotisht to nuk ja ban dora, do të më dridh dora për me qita të vullën. S'ka mundësi me bëhet punë. S'ma mërmene, shka s'bani ju, adin ju një patriota, ju vësjavnin. Ama, po më vjen keq, adin. Po kryesore, për juve opozitës, për ju qaj selam krejtve, ju që vini në komente se s'moni me orë pa mi po videot e mija mi këqyr, ju falendrej shumë që mi këqyr në videot e mija, edhe një dishka du me thonë, unë në vërëm Trankovićit nuk jam konë, edhe të po në s'kum qelë, po shka dënë me shkru tash ju në komente, qka dënë me thonë në komente, për shokun e partijës Bedri Hamza, që e bajke stafetën në përket Mitrovicën dhe në Prishtinë ngrati shkon pas lodh, put sa ka tu, unë tu e shtu, terë krejt, të bajt atë, aje këgjaron stafeta ish.
60 kila, po nese kë sportista kon, kë ka quë, ka deri në Prishtinë atje të ngojt. Pa no leqe, nese na shta patriota sjem, na shta na jem bodal pa shkollë të Albin Kurtit, amo që të sene na nuk i pranona. Që tu hajni e që tu marina, na shkaj me Albinin, me vetëvendusën që të sene na nuk i përtypëm. One për vete për flasë dhe për shumë njerës tjerë që njofë që janë me vetëvendusën, nashta nuk besoj një njeri normal që përkra Albinin, së kur t'i shkon baba Albinit në vorrim Trankovicit, edhe unë me aqit votën Albinit për 100.000 vjetë, edhe luft botnore me kërsit buma atomike, e me thonë ka më kallë krejt bota se nuk e qes votën. Jo veç Albinit, për kërkuj njeri gjallë nuk e qes votën. Kur e di me fakte, kur unë del dikush, edhe që ka bon së të dzeza, edhe me arë më lutë mu me adhon votën, ajo është e harrume, kur për jetë nuk e qes votën. Më risha, edhe më kallë këtë bota, se që ati njeri tonë nuk e qes votën. A jo më në me qitë votën bedrijës, edhe në qëse është e vërtet. Ishala del rang, se nuk kam qef me dal e vërtet, shqiptare me qelë pane për Rankovicin, nuk kam qef, beso nis kam qef me dal e vërtet. Ama me dal e vërtet, edhe me qitë votën shqiptari, që tonë, veç shqiptarët mujnë me bo, veç patriotat mujnë me bo që punë. A na budalt ju, na budal pa shkollë që për në thoni vetë vendus, na tybe nuk e bonë këto. Edhe nesër me ra puna që shtu me më sprovu dishka, na nuk e bona. Ja, qëto sene nuk i pranona edhe nuk i bona. Na shta hisë si jem patriota, ma qëto s'muna mi përtyp shtu. Ajo që po vidin komente me sha, jo i bani, e dijo, nëse jo njaf shumë mirë, jo krejt i bani shtu. Jo i bani. Se jo e keni prita listën sërbe me arë për Beogradit 9 orë, e keni prit. Vesh me arë me votu qeverien. 2 muj dit keni prit me qitë listën sërbe me votu presidentin në shimthashin me disqendres ato, dhe sa mërë vesh për jadat 4-5 komuna me ka 22-3 shpi, edhe javë kanë votu presidentin. Jo, unë e di që jo i bani, ama na nuk i bane. Që është më rëndësi. Edhe unë për veti nuk i bajnë. E për juve nuk ma një shka me nani o për mu. A unë shka me nëj për juve, unë e dion. Tash ju përshëndes e këqërni lajka, komente, krejt bani videos.